hadithi I radhës, është hadithi Adi ibn Hatimin radiallahu anhu, ku I tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka qenë të stërvitur. Ai posëdon thonë disa qenë të stërvitura, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thotë, tash vjen këtu në këtë hadith domethënë në rregullat e gjuetisë me qenë të trajnuar. Dhe po ashtu edhe me shigjet domethënë, se si njeriu domethënë dhe këtu hyn edhe ajo rregulla e gjuetisë me pushk, siç e shpjegon edhe Sheikh Zejdi rahimullah. Këtu I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, idha arsalta kalbak fadhkur isma Allah, fa in amsaka alayk fa adraktahu hayyan fadhbahhu, wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu shay'an fakuluhu, wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu wa qad qatal fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatala, wa in ramayta bi sahmika fadhkur isma Allah, fa in ghaba 'anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmik fakul in shi'ta, وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه ولفظه لمسلم. Në këtë hadith madhështor që transmeton Adi ibn Hatim radiallahu anhu, ku fillimisht I tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për qenë të tij të stërvitur, atëherë I thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, kur ta lishosh qenin ton I stërvitur për gjueti, përmende emrin Allahut. Kur ta lishosh qenë në momentin e lishimit, domethënë. Kur e lishon, edhe kjo është prej kushteve që dallon qenin nga qeni I pamësuar. Që kur ta lishosh, thot Imam Uthejmini rahimullah, ai shkon domethënë mas asaj, mas gjahut. Jo ti e lishon ai rin. Edhe thot Imam Uthejmini rahimullah, demek se ta bën unë mire kam kështu. Vetëm shkon kur është vetë domethënë I uritur. E kuptuat? Se qeni domethënë I pastërvitur, ai I lishohet gjahut kur ai vetë është I uritur, kur ka nevojë për mish. Ama kur e ka në rregull barkun, nuk lishohet. Rin aty. Ky domethënë nuk është prej kushteve, prej shenjave që është qeni stërvitur. Domethënë, prej shenjave është idha arsalta kalba, kur e lishon domethënë me vërtet ai fillon ec mas asaj gjahut. Përmende emrin Allahut. Kjo domethënë në momentin kur e lishon, e përmend emrin Allahut. Bismillah, thot Sheikh Zejdi rahimullah, thosh Bismillah. Jo Bismillahirrahmanirrahim, por Bismillah. Kjo do shohim tash edhe në vazhdim edhe shigjetën. Edhe atë tjetrën si quheshte. Jo, ajo tjetra, ajo shtizën, ahsen. Edhe shtizën, edhe pushkën, në momentin domethënë kur e lishon, thua njeriu e thot domethënë Bismillah. Ka mundësi për shembull që kur e lishon ti qenin sidomos, ai e kërkon nga 1 orë 2. Kurse e vërteta është që te kafshët kur theren bëhet Bismillah, thuhet në momentin kur theret. Kurse kjo e ka kërkuar 1 orë, 2 orë, do shta thot që kur themin rahimullah ke lishon sabah, ai e ka kap në drek. Po këtu është domethënë prej lehtësimeve dhe përjashtimeve të shariatit madhështor, që kjo është një gjë që shumë është e ngarkuar, e ngarkon mbi mundësive njeriu. Që ai me ec në atë shpejtësi me qenin e tij, që kur e kap qeni atë gjahun, edhe me thënë atëherë Bismillah. Prandaj mjafton me thënë në momentin kur e lishon. Pastaj a e kap për 10 minuta, a e kap për 5 orë, është diçka tjetër. Ti e ke thënë dhe është në rregull, është në rregull. Edhe shikoni barakallahu fikum, këtu flasim domethënë kjo është libër që ky dietar domethënë e ka ndajt, ka thënë në Kitabu Saidi wa Dhabaih, libri I gjuetisë dhe kafshëve të therrura. Që në Islam domethënë ka rregulla se si trajtohet gjuetia, si bëhet gjuetia. Domethënë, pastaj do shohim edhe në vazhdim që ti je një domethënë gjuetar, kesh njohuri, duhet kesh trajnu vetën tënde, me bo ushtrime. Ato ushtrime, a bëhen me kafshë të gjalla, që ti marrë si shënjestër edhe I godit ata, edhe thësh, unë po ushtroj dhe pregaditem, që të bëjmë domethënë gjuetar të madh. Jo, do shohim në vazhdim. Kjo është madhështia e fesë sonë, barakallahu fikum. Atëherë në vazhdim, domethënë, shikoni tash domethënë,
edhe kjo tregon domethënë se është e pamundur që kjo fe të jetë pi një njeriu domethënë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse ai e kap atë kafshën për ty, dhe ti e arrin atë ende gjallë, kafsha është ende gjallë kur e mbrin ti atje, atëherë there ti kafshën. Nëse arrin dhe e gjen se e ka vrarë, por nuk ka ngrën asgjë prej saj, atëherë haje. Por nëse e gjen qenin tën, nëse e gjen domethënë me qenin tën, një qen tjetër, dhe gjahu është vrarë, mos ha, sepse nuk e di se cili prej tyre e ka vrarë. Po ashtu kur të gjuash me shigjetën tënde, përmend dhe emrin Allahut. Nëse gjahu humbet nga sytë tu për një ditë dhe më pas e gjen, duke mos parë në të veç se gjurmën e shigjetës tënde, atëherë haje, nëse dëshiron. Por nëse e gjen të mbytur në një ujë, atëherë mos e ha. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se ky hadith domethënë është argument se me çfarë mjete, me cila mjete domethënë bëhet gjuetia, me qen, me shtis, me shigjet, dhe ata domethënë që e marrin rolin e këtyrve si pushka e të ngjashme. Pastaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah se është domethënë në kushti që ajo domethënë gjahu, ajo kafsha të jetë e lejuar, që kur e lishon njeriu domethënë kafshën e tij e përmend emrin Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe të jetë qen i trajnuar, qen domethënë i stërvitur për këtë domethënë në punë. E nëse ndodh që qeni e ka kap gjahun dhe ka hëngër, e ka ngrënë domethënë një pjesë, ose diçka e vogël, atëherë nuk lejon ta hash ti atë. Se ai e ka kap për vete, jo për ty. Se qeni i stërvitur, zakonisht ndodh ndonjë përjashtim. Edhe me këto kushte që i përmend Imam Uthemini rahimullah, këto domethënë në shumica e rasteve, që ndodh edhe qeni i stërvitur, që donjëherë domethënë me kalu kufirin. Edhe me ngrën atë domethënë kafshën. Atëherë nëse ka bën një gjë e tillë, nuk lejohet domethënë për ty ta hash atë kafshë. Atëherë mbetet për atë, për qenin. E nëse e ka kap, e ka vrarë, po s'ka hëngër gjë prej saj, është për ty. Bon domethënë bon ta përdorish dhe ta hash. Këtu Imam Uthemini rahimahullah thot, sa i përket domethënë qenit të stërvitur, i ka ato 3 kushte. Kushti i parë është kur e lishon ai ec mas gjahut. E kërkon. Kur e lishon ai ec domethënë. E kupton domethënë se duhet me e kërku, duhet me domethënë me ec. E para. E dyta, kushti i dytë është kur e ndalon me qortim, ai ndalet. Se ndonjëherë domethënë ndodh që ti e lishon, po pastaj e qorton. Ndal. Nëse nuk e ka këtë domethënë, nuk e përmbush kushtin për kushteve të qenit të stërvitur. Që kur qortohet, e di domethënë se duhet me u ndal. Duhet domethënë ti përmbahet urdhrave të pronarit të tij. Dhe e treta thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, është domethënë kjo flasin domethënë në shumicën e rasteve. Ka përjashtime. Kur ai e kap gjahun, nuk e han për vete, por e mban domethënë për pronarin e tij. Këta janë domethënë 3 kushtet që tregojnë domethënë se qeni është domethënë në i stërvitur, se është qeni domethënë në i stërvitur. Po e përmend këtu Imam Uthemini rahimahullah një situatë, se këtu u përmend te hadithi domethënë këtu, nëse gjen domethënë me qenin tën një qen tjetër të huaj, atëherë mos e ha, mos e përdor për ushqim mishin e saj, sepse ti nuk e di kush e ka vrarë. Po nëse ai qeni i dytë vjen pronari i tij, edhe ai është domethënë ka dalë për gjueti,
njën josh domethënë në njërën anë të malit, tjetrin në anën tjetër. Edhe bashkohen ata dy personat, edhe e kuptojnë edhe i pari edhe i dyti se i kanë qenë të stërvitura. Po nuk e din kush e ka vrat kafshën. Atëherë kujt i takon ajo? Po, e ndajnë për gjymës. E ndajnë domethënë për gjymës. Po thot, po ashtu edhe Sheikh Uthemini rahimahullah, nëse ndodh situata që ti e përcjell domethënë atë gjahun me dylbi, edhe e sheh domethënë me siguri të plot dhe bindje se me të vërtetë qeni yt ka qenë, që ka kap dhe ka vra. Edhe pse ka pas qenë tjera aty. Atëherë është e lejuar domethënë ta hash atë edhe ta përdorish mishin e saj. Po thot, çështja e shigjetës domethënë, thot Sheikh Uthemini rahimahullah, ose edhe shtizës, që është ajo më e rëndë domethënë. Kushti që me qenë ajo kafsha e lejume, kushti është që me godit kafshën e synuar me pjesën e mprefmet përpara që ka të hekurin. Nëse ti kur e ke gjujt, edhe e godit thot që habati domethënë në anësh, me gjatësin domethënë, se ke godit domethënë me atë prefmen përpara, po me atë gjatësin, ata nuk lejohet ajo kafshë, ajo është ngordhme, e ngordhur. Nuk është domethënë nuk llogaritet për kafshëve që ke bë gjueti. Edhe nuk lejohet domethënë mishi i saj. Shikoni domethënë dallimin. Varet me cila pjesë të shigjetës ose shtizës e kap, a është atër kafsh që bën me aha mishin e saj, ose nuk bën domethënë të përdoret mishi i saj për ushqim. Pastaj hadithi i radhës, që lidhet ngushtë me këtë hadith që kaloj, është po ashtu në Sahih Muslim, an Abi Tha'laba radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Idha ramejte bi sahmik fa ghab anka fa adraktahu fa kulhu, ma lam yuntin." Këtu është përkthimi i hadithit, është kur ta gjuash me shigjetën tënde dhe gjahu të humbet do thon nga sytë tu, pastaj ta gjesh, atëherë haje përderisa nuk është prishur, përderisa nuk është kalbur mishi. Kjo tregon domethënë krahas këtyre kushteve këtu domethënë që me kap me qen, ose me pushk, ose me shigjet, ose me shtis, edhe si duhet domethënë tjetë ajo, përmendja emrin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe tjetë që jeni stërvitur, po ashtu është kushti që tjetë e lejume me ngronat mishin, mos jetë i prishur. Shenjë e prishjes së mishit është mi ardh erë. Atëherë jo me thënë ti, po unë u lodha mas kësaj tash, edhe për inat ka me hangër unë atë. Jo, kjo është budallaki, kjo është mendjelehsi, domethënë. Shko kërko një tjetër, se e vret vetën, e mbyt vetën ti pastaj, e helmon vetën. Shikoni, do thonë sheriati si kujdeset për njeriu. Që maksimumi, se mundet për shembull thotë një ditë, po është përmendet edhe transmetime tjera edhe 3 ditë. Po 3 ditë ose një ditë është përmendur domethënë si shembull. Po maksimumi domethënë afat gjatësia është çështja e mishit, domethënë kur e gjen, a i vjen erë të keqe, a nuk i vjen. Mundet me ndodhë edhe 5 ditë, nëse është dimrit për shembull, akëll, bor, ajo që ndonë ma gjatë, nuk prishet. Atëherë domethënë çështja është kufiri, nëse është verës, mundet me qenë edhe një ditë prishet mishi, brenda ditës. Prandaj kufiri është prishja kur prishet mishi. Prishja është, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që fillon domethënë mi ardh erë keqe. Kur vjen era e keqe, do thotë domethënë se është shenjë që është mishi i prishur. Edhe zgozon ta hash, se mundesh domethënë mundesh me dëmtu veten tënde.